Duke qenë se në librat tuaj shpesh thuajse në pjesën më të madhe të rasteve figura qendrore është femra. Po, patjetër. Si është femra sot si figurë në Shqipëri? Pra, a ka ndryshuar sadopak apo thjesht jetojmë në një botë iluzive dhe besojmë që ka ndryshuar mentaliteti, ka ndryshuar perceptimi për një femër e cila është e arrir dhe bën gjithçka që të ndihet e përmbushur? Mendoj që ka ndryshime patjetër, dhe sidomos në rrethet ku ne të paktën punojmë, jetojmë, nuk po flas për zona të tjera ku vërtet po gjithsesi unë mendoj që kudo ka një ndryshim të madh. Dhe duke u nisur edhe nga koha e komunizmit, që komunizmi bëri diçka të mirë dhe diçka të keqe, se tha gruaja do punoj patjetër, por e shfrytëzoi si një kal pune dhe më tepër se sa shfrytëzoi dhe meshkujt. Dhe e burrorizoi, do të thoja, e bëri si burr femrën, i humbi sensualitetin. Nuk është ajo ideja. Pas viteve 90, femra filloi të shfaqet dhe sensualitetin, duke treguar që unë jam edhe sensuale dhe e fortë. Pra e fortë nuk është si në ato pikturat e realizmit socialist që të tregojnë muskuj. Por realiteti është i tillë që unë takoj shumë njerëz të cilët mund mos jenë dhe mediatik dhe vërtet janë bëjnë një jetë tamam së bashku me partnerët e tyre, bëjnë një jetë shumë të moderuar, kanë lirinë e vet, kanë kërkesat e veta, ambiciat e veta. Shoh edhe në media dhe disa gra të cilat kanë krijuar ato figurën e vet në politike gjithandej, por kam edhe diçka. E besoni që ndjej që ka dhe falsitet. Pra, dhe tek ato, të cilat i japin një rëndësi shumë madhe pamjes së jashtme për të dukur moderne, kam qenë e pranishme në disa emisione televizive dhe jam çuditur nga mendimi aq provincial dhe aq i kufizuar i tyre dhe mundjen e kam vetëm për të bërë moral. Është e habitshme, por ka dhe figura tjera që janë dhe intelektuale që janë gjithmonë brenda një kostumi të caktuar dhe vërtet të vjen keq, sepse të gjesh më tepër në jetën tënde se sa ta gjesh në media një grua të tillë me sinqeritet të vërtet, mbas edhe tromben, sepse tani dhe rrjetet sociale bëjnë ato të vetën dhe gratë sulmohen shumë. Megjithatë unë do doja që ta shihja pak në një tjetër dimension, po them situatën e gruas. Do t'i bie shumë shkurt me një pyetje të drejtë për drejtë. Një grua që në konceptin tënd si poete, gjithmonë seksi, e zgjuar dhe e lirë, pse është e rrezikshme për një burr? Nuk po them për çdo burr të mundshëm. Sa e bukur kjo, se e kam dëgjuar për veten time që ma kanë thënë një e rrezikshme. Nuk dua të paragjykoj absolutisht gjithë burrat, se burri janë vetë në mënyrë absolute të mos keq kuptojmë këtu, po për disa burra. Se unë mendoj që një grua e rrezikshme është qenia më e veçantë që mund të ekzistojë. Po nuk është ajo e rrezikshme. Unë paktën nuk e kuptoj që e rrezikshme është ajo femër që ndonjëherë ne shohim një femër shumë seksi me forma të jashtëzakonshme dhe themi po, aty do dilja dhe shohim ose me një cigare në dorë, kështu burrat që rrin rrotull, edhe ajo ndihet e mikluar nga këta lloj meshkujt dhe thotë, unë jam femra e rrezikshme. Unë të quaja të rrezikshme ato femra të cilat nuk e shfaqen asnjëherë rrezikun e tyre, por janë femra që marrin vendime dhe burrat e mençur këto lloj femrash i duan dhe për partnere, jo se nuk i duan, se ke dhe burra që të dashun e duan ndryshe, grua ndryshe. Por gratë e vërteta marrin vendime. Dhe vendime do të thotë që ti si asnjë rahat me një grua e cila është e lirë, sepse ajo nuk rri me ty për as për varësi, as për hir të fëmijëve, as për hir se keni bashkuar parat, keni bërë biznes. Ti mund t'i humbësh në çdo moment këto gjëra. Unë sa herë bisedoni me partnerin për këtë temë. Dhe ne e dinim shumë mirë që ishim dy persona të lirë, që për një gjë të vogël kur do humte liria e secilit nga ne nuk do ishim bashkë. Ja pra, mbas gjithë asaj dashurie të jashtëzakonshme që ke ka përcyer, ti nuk e shndron në varësi. Dhe prandaj them që njerëzit e vërtet marrin vendime, nuk bëjnë se gratë, e di si është puna, tër gjithë ditën, dhe kur vjen puna, falin edhe gjëra që s'duhen falu. Dhe kjo është shumë unë për vete, kur fal, unë nuk e përmend më. Duroj shumë dhe fal shumë dhe gjëra
të cilat më prekin, se jeta është sakrificë, nuk mund të jesh ti me askënd botë, po nuk arritet falësh. Po çfarë do falje kur, për shembull? Kur të fillonte të mungonte për ditë liria ime në lidhje me pasionet e mia, në lidhje me miqësitë e mia, në lidhje me raportin e njerëzve që unë dua dhe që personi pranë meje dhe mund mos i do hiç. Di çfarë kam vënë re është diskutim që ndoshta mund të zgjas, po besoj në një rast tjetër është që shumica e femrave, vajzave që unë njoh janë të gatshme të sakrifikojnë lirinë e tyre vetëm për të marrë pak fare nga liria e tjetrit. Dhe më vjen keq realisht e bëjnë një kompromis të tillë. E bëjnë dhe kjo është vërtet, ajo i fut akoma më tepër në rrjet dhe ajo i bën që ato të mos janë asnjëherë të lumtura. Kështu që e keni një këshill me vlerë të gjitha ju goca që nuk dini ç'të bëni tani.